Dhe në shtëpitë time më kanë shkruar në temel prap knoju që këndi. Kështu më kanë shkruar. Do të thonë kanë djeg shtëpinë edhe po, edhe qëllimisht e kanë djeg. Edhe i kanë pasur ato të benzinit, ato kontat i kanë lënë aty, kanë bërë sa më shumë djega, kupton. Po domethënë këtë fat e kanë pas si shtëpisë time edhe 20 familje tjera domethënë, dhe fshatin tim komplet e kanë shpërnguar, edhe kanë vazhduar sikur tjerë deri domethënë në Maqedoni. Na për Kosovë janë dalë dikun te Ferizaj, Slatin, një javë 2 më duket, dhe pasandej kanë vazhduar në Blac, Maqedoni, Blaca, ku kanë qenë domethënë. Kështu domethënë kjo ishte një pjesë prej Kongës së QK-s. Po pastaj kur i morët te informacionet në Zvicër, se çfarë po ndodh, si u ndjeve? Po shive, tani unë kisha familjarët e mi, prindrit e mi, se sa për shtëpi kështu, do thonë drejtën, tani pika parë ndoshta kur jemi në këtë temë, ndoshta me kërku falje pak për publikut, për njerëzit që i kanë dhënë gjakun e vet, unë e flas për pasunin këtu. Se nuk po flas për pasunin këtu. Kurse të tjerët kanë dhënë njerëzit e vet, ja kanë vrarë, ja kanë prej. Diskutohet fal tyre, ne e gëzojmë këtë hiri. E nuk po flas këtu për vlerën e pasunisë, po e tregoj vetëm si proces. Vetëm si proces. Domthonë edhe kjo ishte ajo pjesa që domthonë edhe pasandej ndodhi kjo që ndodhi në ato, edhe erdhi liria e Kosovës në mënyrë graduale.